أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të jemi prej pasuesve të tij të sinqertë, për atyre të cilët rrasin në rrugën e tij me sinqeritet dhe për atyre të cilët vdesin në rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Të nderuar vëllezër, Allahu na porosit në Kur'an duke na thënë ajetin që shpesh e ndëgjojmë edhe përsëritim edhe ndëgjoni prej xhallarëve në hutbe, ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, me një frikë të sinqertë dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Ajetin e ndëgjoni shpesh. Tema që ka të bëjë sonte sillet pikërisht rreth këtij ajeti. Ka të bëjë pikërisht me këtë ajet. Wala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Që do të thotë se është amaneti më i madh që na si musliman kemi pas mundësi me pranu. Të qenërit musliman. Mirë po si tematik o shumë zërë, në praktik me jap hakun. Në teori ndoshta me fjalë për neve hoxhallarëve është lehtë, ka material më fol sa dush. Mirë po në praktik ne nuk kemi garanci për këtë punë as për veti. Që thot një hoxh se nga njëherë thot merr në thot fen prej filanit e filanit një prej tyne përmend Sheikh Bin Bazin thot merr në fen prej atyne që kanë vdek. Që do të thotë se veç ata kanë sigurt që të punë. Për ndryshe na e kemi më shumë në teori. Allahu na mundsoft që me çu këtë mision deri në fund edhe me jap hakun edhe me vdek ashtu që Allahu ka kërkuar. Tema mbi ruajtjen e fesë është shumë temë e rëndësishme. Edhe para se mi përmend disa shembuj për që ka ndodhur më herët edhe me pejgamber të tjerë, edhe raste të tjera që janë përmend në Kur'an, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po du më fol për rëndësinë e fesë. Se njëherë është mirë me kuptu që të amanet që po e bartim, me kuptu njëherë rëndësinë e saj, tani me shiku se aja vlen më qëndrun të, edhe aja vlen më sakrifiku për ta ajo. Njëherë do të me di çka po bartim rëndësinë e saj, sa është e vlefshme, që me ditë aja vlen më lodh për ta ajo. E në lidhje me këto, Omer radiallahu anhu njëherë ishte duke i lexu disa vargje të Teuratit. E dini se mushrikët në Mekë nuk kanë pas fort njohuri për shpalljet e mëhershme, nuk e ngon sikur të tjerë ehlul kitab, s'kan qenë as në krishterizëm, as në jehudizëm që më pas elm për librat e mëhershëm. Si u ka ardhur mundësia nga njëherë e kanë shfrytzu, kanë pas qef sikur me mbush veten me njohuri edhe të librat të mëhershme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e ka pa, është nervozu. E i thot e mutahawikuna anta ya Umar. I thot ati po don me mbush veten me diçka tjetër përveç Kuranit e Omer. Në shqip këtë fjalë me përkthy i bjen sikur ajeti ndryshim, ajeti në turbullim me ato që jetë të bart Islamin, që po kthyer diçka tjetër me mbush veten a. Sikur e çortoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i tha ji'tu biha bayda'an naqiya. Sot kam ardhur me këtë fe, me këtë din, i cili është i bardhë dhe i pastër sikur luti. Pra dini Islam është i pastër. Që kjo e para. Pastaj thot Allahu në Kur'an: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dhe kushdo që kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do t'i pranohet kurrësi dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të humburve.
që do të thotë që është feja e vetme e pranuar. Pastaj thot Allahu el-yawma akmaltu lakum dinakum. Surën Maide. Sot e përsosa për ju fen tuaj, që do të thotë feja islame është e përsosur. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, me të vërtet fe e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Çto janë cilësitë? E pastaj derisa ajo që është më kryesorja, që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e gjatë, pasi që banorët e xhenetit futen në xhenet kur i thirr Allahu, se ka diçka edhe kënaqësi edhe më të madhe se ajo që ai në xhenet çuditën. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i thot kur i thirr banorët e xhenetit, uhilla aleikum ridwani fala asqatu ba'dahu abadan. Thot Allahu sot në xhenet, pasi në xhenet, kur i thirr Allahu banorët e xhenetit, thot sot për juve u adhurova kënaqësinë time për juve dhe kur nuk do të hidherohem pasaj mo. Që do të thotë se Islami ka çdo karakteristika vëllezëndërum. E para e përmendëm është i pastër si loti. Nuk kemi nevojë për diçka tjetër. Është vetmja fe e pranuar. Allahu subhanahu wa taala nuk pranon fe tjetër përveç Islamit. Është vetmja fe e përsosur. Është vetmja fe me të cilën e arrim kënaqësinë e Allahut, me të cilën Allahu më nuk ka më hidhur, që do të thotë se do të jemi me ta, pasues të saj do të jenë përjetësisht në xhenet. Që kjo është rëndësia e saj. Kur çito cilësi i ka, çito karakteristika i ka, a vlen që tash mos sakrifiku fort për ta? Pa dyshim se ja vlen, se s'ka diçka më të vlefshme se sa kjo. Për atë arsye do të më pas shumë parasysh çito. Kur e kuptoj mirë rëndësinë, atëherë ndryshe na pastaj i kemi sjelljet tona, se e dim se çfarë rëndësie ka feja jonë, çfarë amaneti jemi të bardh, që atëherë e dim sa jemi gjendje më sakrifiku për ta. Për shkak se sot armiqt i kemi të shumt. Edhe kjo është temë në veti, armiqt i kemi shumë, i kemi armiqt njerëz që na sillen çdo ditë, na luftojnë me ideologji të ndryshme, me degenerime, me propaganda, me çdo ditë. E ki armik kjart, njeriu. Pastaj veten tonë që të thirr epshi, nefsi vetë që të thirr me kat. Pastaj shejtani i cili është betu. Wa izz i thot pasha madharin tënde o Allah, do t'i devijaj robërit e tu. Po i rrethum me armiq, plus me ambientin, me kjo përplasja e kulturave sot që na ndodh neve. Çdo gjë mundohen me bë të lejuar, çdo gjë mundohen me bë normalitet. Na jemi të jetuar që të shoqëri që s'kemi mundësi me ik. Kështu që jemi në mes armiqve, jemi sikur në gojë tukut, në çdo gjë, me çdo gjë pothuajse çka përballesh ti gjatë 24 orëve, ta cenon fen tonë. Shpesh herë televizorin nëse e shohim bjen kundërshtim me fen tonë. Në rruga ne shumë sane, e që do të thotë që nuk është bash let me mojt fejt. Ta më ngati ke marrë në atë kohën që ka thonë pejgamberi alayhis salam, el mutamessiku bid-dinihi kal qabidu ala al-jamr. Ai i cili kap fen ka marrë një kohë, ai i cili kap fen sikur me kap gotën. Edhe sot pothuajse ç'ashtu. Prandaj unë do t'i përmend disa shembuj që na ndihmojnë inshallah që të sakrifikojmë në ruajtjen e fesë. Shembulli që Allahu e ka pru në surën Kahf, që na e kemi sunet me lexuar çdo xhumë. Ashabul Kahf, djelmoshat që janë strahu në shpellën Kahf. E që i dim na, nuk është e rëndësishme detajet e tregimit sa djelmosha në kanë, sa kanë qëndru. Veç ajo që ka është e rëndësishme çdo herë, mësimi kryesor që ka mirë për çdo ngjarje është se kanë qenë disa persona që kanë gjendje për me rujt fenë e tyne edhe në shpellë më jetu. Që kjo neve na duhet me kuptu. Edhe këto tjerat është mirë me mësu, po mësimin kryesor, pse na ka ardhur që kjo në Kur'an është që kjo. Nuk ka mësim tjetër. Që kjo është mësimi kryesor. Janë kanë disa persona që për me rujt fenë e tyne janë kanë gjendje më shku edhe më jetu me vite të tëra në shpellë. Që
që me kuptu që edhe na për me rujt fen ton, nëse është nevoja, do të më shku edhe në shpellë me jetu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sfidat që është përballë, që i kom përmend një herë edhe këtu në hutbe. Kur ka fillu me përhap Islami, prej fillimit thuj se çdo herë musliman kanë pas sfida. Prej kur kanë bëu hijretin në Habeshe para se me bëu këtë hijretin tjetër, për me rujt fenin shku atje. Edhe kanë qenë shumë pak, për shkak se i kanë përsekutu banorët e vet, të afërmit e vet Mekës janë detyruar të shkojnë në Mekë. Utbe ibn Rabia mushrik e ka ftu pejgamberin alayhis salam me disa kërkesa që me ndal hovin e tij, hovin e përhapjes Islamit, ja ka dhuru disa propozime, i dini mirë. Prej tyne i thët, o Muhammed, nëse ti me ato që ka jetu kërku, po dënë të mira materiale, kemi me dërgu një delegat të Mekës, që me mbledh pasuri, me grëmbëllu sa të dush pasuri, këtë kemi me të adhëru ty. Veç leket rrugë. O Muhammed, nëse ti me që ato që ka jetu i thirë njerëzit, jetë të desht udhëheqje, kemi me të bëllë udhëheqje. Nuk ka mu marrë vendim në Mekë përveç se ti kemi pas dorë atë. O Muhammed, nëse ti me që ato që ka jetu të thirë, me që mision që ka jetu të thirë, po dënë shthurje, po dënë grash, të bukra, edhe këto kemi me ta mëndsu. Djetarët kërë kanë këqyrë që to propozime që i ka thonë Utbe ibn Rabia pejgamberi sallam kanë thonë që to janë që to propozime i përfshin 3 komponentet kryesore për të cilat njeriu është i jetur. Pas cilat vrapën për pushtet, për pasuri, për shfrenim, mas që ty në njerëzit mas shumë ti japen, edhe për që to hen gjendje më bëllë gjithçka. Bashkë që to i propozum pejgamberi sallam, bashkë që to i refuzoj. E tregimi është i gjatë që pejgamberi sallam filloi me surën Fussilet, duke lexuar surën Fussilet që japi me kuptu se ajo çka ti me çka më ke ardhur ti o Utbe ibn Rabia është e kot. Pastaj metoda tjetër që përdorën përmes Ebu Talibit, duke i bë trështi, saqë vet Ebu Talibi, xhaxhai i pejgamberit alayhis salam që e ka deshur shumë. Kur të mësohet në sirën në sirët pejgamberit para shpalljes, se si është kujdes Ebu Talibi për pejgamberin alayhis salam e ka veçu. Domethënë ka qenë gjendje kogja shumë u sakrifiku për ta. Ka ardhur pyetje çaq shumë i kanë bërë trisni mushrikët tash Ebu Talibit, saqë i thot ja ibn am la tuhammilna ala ma la nutiq. O i biri vllau tam mos na mundon me ato çka smuj me bajt mo. Na ka ardhur, që si thonë shpirti legjit tu mo, lemo këtë rrugë se çaq shumë i kanë bërë presion mushrikët. Edhe këti ka thonë pejgamberi sallam nëse ma vendosin dillin në dorën e djathtë e hanën në dorën e majt, që unë me lën këtë fe, kur zëta veprej. Pastaj kanë shpif për pejgamberin alayhis salam. E që kjo sot është edhe aktuale. E kanë quajt e inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ana milon idhujt ton për këtë poet të çmendur, kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë përhapat propagandën në popullin e Mekës në atë kohë, që ky është veç një njeri i smut psikikisht që po pretendon se pi vjen diçka nga qielli e po na thirrën ato çka ai vet beson. Çështo e kanë përhap. E njëjta sot ekziston. Nëse na lexojmë që tash, për shembull që karo që tash më mirë me orientalista pak. Të njëjtën çka kanë bërë ata në Mekë, njëjtën propagandë e bojnë sot mediat. Të njëjtën propagandë e bojnë orientalistat sot në Evropë. Orientalistat evropianë çështë të njëjtë e bojnë për kufizimin e shpalljes. Se i ka ardhur Muhamedit alayhis salam diçka në gjumë. Nuk e përkufizojnë si na shpallje si i ka ardhur prej Zotit. E që shkurt trop ideologji e devijume, të njëjtat sot ekzistojnë, të njëjta kanë ekzistuar më herët, që kanë thënë feja opium, kush e pranon fen, kush hen në Islam, mos bëhet si i piç, si budall, si nuk din kur gjë për këtë dunjë, din veç për ahiret, lidhet me anej, çështo janë mënu, kjo është lloj propagande.
Me gjitha qëto janë përballë muslimanët më herët e edhe tash. Pastaj bojkoti që i kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bojkoti rreth 3 vjet ka ekzistu, mushrikët e kanë bërë bojkot familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As nuk i kanë jap vajzë, as nuk i kanë marrë, as kanë bërë tregti me ta, as kur gjohish. Sa që mo përmendet në sire se edhe fëmijët e tyre kanë filluar me kajt për ontit. Këtë kanë orë në gjendje mo, veç elhamdulillah dhe pak u prisha e marrëshje për ndryshe, gjendja ka shku aq keq, sa që tash veç para mendoje nëse ti tafërmit e tu nuk i kitë festë tonë. Pejgamberi selam pikërisht që ata që i kanë gjendje me pranu që të bojkot, edhe që ata e kanë kundër pejgamberit selam. Edhe vetë familja e tij nuk e kanë krejt me pejgamberin selam. Mirë po kanë pranuar më najt në bojkot për shkak se çuçi kanë pas atëherë për shkak të fisit, jemi të një fisit, është i fisit ton, janë gjendje më sakrifiku ku më ditë për shka, edhe pse nuk e besojnë. Për ndryshe se kanë besu pejgamberin selam. Para mendosh tash as këta për cilët po sakrifikojnë për ty s'janë me ty. Rreth 3 vjet më najtin që gjendje të i bordë. Çka thojnë ata jashtë plus këta mrena çka mund më thonë. A mundet më thonë dikush për ty në për balldorum për këtë Muhammed mo. Çdo fjalë ka bërë pejgamberi selam rreth 3 vjet vëllazni. 3 vjet ka qenë gjendje më najt çështën në bojkot. Derisa mo është vendos plani pak para hijretit për me mbyt pejgamberin selam që i ka ardhur, i ka zbrit ajeti e pastaj urdhri për me bën hijret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Medinë. Është detyrimisht pejgamberi alayhis salam ka bën Medinë hijret. E që vjen me kuptu vëllezër nderuam që për me rujt fen, nëse vjen puna jo me bën hijret për Mekën Medinë, por edhe në Han më shku, veç me rujt fen ja vlen. Po këto janë në përgjithësi disa shembuj të thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj rasti i Ka'b ibn Malikut. Dini në surën Tawbe që ka zbritur ajeti wa ala thalathati alladhina khulifu. Dhe ata 3 personat të cilët nuk shkuan në luftë, që ndruan brapa, Allahu ka pranuar pendimin atyne. Atyne ju shtrengu toka me gjithë gjersinë e tyre. E përshkruan Allahu. Një prej tyre ka qenë Ka'b ibn Maliku, hadithi është i gjatë që e tregon gjendjen se si është mashtruar në një farë mënyre, është pa dashje, nuk ka shkuar në luftë. Pastaj ka zbrit ajeti kuranor që e ka pastruar, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që nuk ka shkuar në luftë, që ta 3 persona i ka bë bojkot. Dikun rreth 50 ditë as nuk i ka jep selam, i ka bë bojkot totalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët që ta 3 persona. Çka është e rëndësishme është se në këtë kohë, bashkë në këtë kohën e bojkotit, se ajeti për përshkruan, ju kanë ngushtu toka me gjithë gjersinë e saj, ju kanë ngushtu edhe shpirti, qaq fort të rënë e kanë di këto, ti po vllaznin e vetë një saftë u fol bashkë me ta, të mos ia pa selam, as ish bojkot total, urdhër për pejgamberin alayhis salam. Në çdo gjendje, një mbret romak, një mbret ka qenë në kohën e tyre në Sham, Gassam ka pas emrin, i ka dërgu letër Ka'b ibn Malikut se ty masit kalon, ty ka bë bojkot shoku yt Muhamedi, eja te na e ki derën hapur. Par në far fitne, të venë yt je bë bojkot, po vjen ai atje po t'i hap dyrt, ku më di çfarë pozite jap ai atje. Me të lexuar këtë letër, Ka'b ibn Maliku radiallahu anhu e kallë me njëherë, nuk jap as mundësinë e parë. Mësimi i kësaj nderuam vllazni është se nga njëherë na vijnë disa situata, disa sprova, disa fitne që hiç nuk bën më qel derën. Hiç nuk bën më jap as mundësinë e parë me njëherë. Për ndryshe pak nëse ja qelet derën, jo hajt se po shkojën atje, e marr një pozitë, pastaj vija pet e ruj fene, nuk e din diçka bëhet mos tani. Për atë arsye dietarët kur i kanë përmend ato pikat
që të ndihmojnë që ti me qenë mustaqim, me qenë stabil në fenë tone, të pare për ty në kryesorën e kam përmend dituria. Më mbush me ditori, me informacione, rreth sires, rreth dispozitave mirë, që ti me qenë i mbrojtur. Thot Allahu në Kur'an, walau annahum fa'alu ma yu'adhun bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Thot sikur ata të kishin zbatu ata me të cilën janë këshillu, do të kishte qenë më mirë për ta dhe do ju kishin ndihmu që të jenë më fort stabil në rrugën e tyre. Çka është ajo, çka është kërku për tyne? Me u pajis me ditori rreth diçkahit para si me ranë ta. Për shembull praktik për në këtë rast nëse një djalosh i ri përballet me katin e zinas. Allah na rujt para si mos provu me ta, ai nuk ka një horifart. E din se zinoja është haram në Islam, është mëkat, nashta ai madh ashtu, po thot hajt se bën edhe me ta. Edhe bjen të shumë e bën diçka shumë të lehtë. Çka nëse që ky i njëjti person ki shku te hoxha ose kish lexu literaturë për rrezikshmërinë e zinos, ose ish siguru me informacione të ndryshme, qoftë për internetit, qoftë me anë të ndryshme, sa është e rrezikshme zinoja. E ti kish marrë një 20 argumente për rrezikshmërinë e zinos, për një 20 herë më i sigurt kish qenë përballë që ti gjinohi, se sa kur nuk ka informacione kur e njeh rrezikshmërinë e tina. Tjetër që ka na ndihmon, kanë thonë dietarët, është edhe es-suhbe es-saliha. Shoqërimi me të mirët, shoqërimi me vëllazëni musliman, shoqërimi me njerëz xhamis, shoqërimi me ata të cilët i tutën Allahut subhanahu wa taala. Kjo ndikon fort me ta rujt fenë vëllazëni. Ti sado që jesh, që pretendon që je musliman i mirë, nëse shoqërinë tonë dhe më të madhe nëse kryesorën e ki me xahila, s'ki çare pa dikur pa ndiku pe tyne. Për atë arsye është mirë mi marr mosat preventive që më rujt sa më fort. Por ndryshe, nëse ti s'ndikohesh shumë për tyne, do veset kësia kimi marr. Kështu që është me rujt mirë është me zgjedh shoqërinë. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. I thot Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ti bën sabër dhe rre shoqëro me ata të cilët e lutin Allahun me mëngjes dhe mbrëmje. Është urdhër prej Allahut me zgjedh shoqërinë. Pastaj je mirënjohës ndaj kësaj dhëntie të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka dhënë. Allahu thot në Kur'an, "Wala in shakartum la azidannakum." Dhe nëse jeni falënderues, do t'u ashtoj. Që do të thotë se nëse ti je falënderues për që të udhëzim tonin, Allahu subhanahu wa ta'ala ka më të ashtu. Je mirënjohës, falëndero Zotin. Edhe dije mirë se që ky udhëzim nuk është se ti ki dituri. Nuk ka ardhur që ky udhëzim prej diturisë tone. Sa ka pas më ditur si na që Allahu na ruaj që as erën e udhëzimit që kanë. Edhe dije se ky udhëzim nuk është se ti e ke merituar. Edhe dije se ky udhëzim nuk e ke fituar me përvojë tonë. Ti shkon për përvojë, iblisi i mallkum shumë më me përvojë si na ka qenë. Dije se që ky udhëzim nuk ka ardhur as me prejardhje, e as me ambient ku jeton asiç është dhënë ti prej Zotit që ai do të më falënderoj natë e ditë. Sikur ti shkon me prejardhje i biri i Nuhit alayhis salam, i zhdesh me qenë eulia i Zotit. Biri i pejgamberit. Mirë po ka vdekur si pabesimtar. Allahu na ruaj. Po është nimet vetëm prej Allah subhanahu wa ta'ala që do me rujtë dhe me investu fort në ta. Pastaj, në lidhje me ato më herët që përmenat e rasti i Ka'b ibn Malikut, është një hadith shumë interesant, vëllezër nderuam, që ndoshta është hadithi më i rëndësishëm i këtij dersi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu thot e ka marrë shembullin
e rrugës së drejtë. Është një rrugë e drejtë, skajeve të së cilës qëndrojnë dy mure. Në ato dy mure ka dyrë të hapura. Dhe në ato dyrë qëndrojnë disa perde lëvizëse. Ndërsa thërret një thirrës në fund të rrugës, o ju njerëz, qëndroni në rrugë të gjithë. Ndërsa thërret një thirrës tjetër prej nalt, o ti njeri, wajhaka la taftah. O ti njerë, o ti insan, mos i hap çeto perde. Çeto perde që i shën rrugës. Ndërsa e komenton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot që kjo rruga e drejtë është Islami. Çaj thirrsin në fund të rrugës atje që po thot o ju njerëz rrini në rrugën e drejtë, mos dilni, thot është Kur'ani. Thot këto dy muret, skajeve të rrugës thot janë kufit e Allahut subhanahu wa taala. Këto dyrt me perde lëvizëse thot janë gjunohet. Pas perdër, nëse veç perden të e hap, a i thirë si prej nalë, thëtë, uaj, hake, la të ftah, o, insan mirë për ty nëse hap, mos e hap, për shkak se nëse e hap, s'ki me mujtë me i bëbal. Thëtë, janë epshet, janë mekatet, se nëse ti veç pak ja qilë dherën, si kur ajo perdja, s'ki mundësi ma me i bëbal. Pra që do të thëtë si, mos e hap që të perde, as mundësin ma të vogël mos e hap, për ndryshe nuk garanton kërkush ku mund është me baru ma. Edhe e fundit është doaja që du të me pas parasysh të herë. Allah e përmen në hadithin kudsi, ku thot, festehduni ehdikum, kërkani për meje o zim, jo zajuve. Edhe doaja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën mas shumë të është, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kto që është mirë se cili për neve me mësu, me dit ujë dhe me përsërit shpesh. O Allah, o rrotullues i zemrave, ma forco zemrën time në fen tënde. Pra këto ishin në përgjithësi rëndësia e udhëzimit, pastaj disa shembuj sakrificës për ta ruajtur këtë udhëzim dhe pastaj disa pika të cilat inshallah me lejen e Allahut na ndihmojnë që ta ruajmë udhëzimin tonë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këtë udhëzim cilin na ka dhëru, na ruaj. Edhe pse na shpesh herë ka mundësi nuk ja bojmë hizmetin sa duhet, apet shpresin e kemi shumë te Allah subhanahu wa taala që të na ruaj Allahu dinin ton. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.